sidomos tregova edhe njerëz, sidomos ky reporti që është i ndihshëm hematologji, onkologji, aty mundohemi sa më shumë aty me dërgu gjona që me zbërthy në aspektin e përgjithshëm, kitë gëzimin që e kemi, ose kitë mundin e kohës që e kemi hupën deri tash, në varfër me na u kthyn gëzim kur ata fëmijë të paktën një prej tyre në buzëqes, edhe ndin gëzimin kur diçka ndorota lodra apo çfarë do të qoftë. Edhe pse ne ndihemi shumë të emocionuar kur i shohim ashtu në gjendje, edhe nëse rrethona mirë, po prapë se prapë mundohemi sa të pak mu parafro me ta me familjarët e tyre. Ndoshta ajo mundemi me thonë është pjesa ma e vështirë, ma emocionale e krejt kësaj organizimit maratonës e kështu, në fund është pak e rëndë. Me të thonë drejtën ju pak po këgjë e rëndë, po në kam me ndoshta me thonë pak se shumë është e rëndë kjo punë, sepse ka raste, po thëmë prapë ka raste shumë të rëndë aty kur shkon edhe i shef, me të vërtet, përveç se lutje nuk i çka bën tjetër, ndoshta edhe familjarët tanë me pas apo mirë, po e lutem Zotin që më dhon shërim, edhe me kalu këtë dhimbje, edhe familjarët e tyre, po edhe ata që ndijnë shpirtin edhe në trupin e tyre, po edhe familjarët e tyre. Në aspektin emocional edhe ne më mundohemi me ndonë me ta, edhe me familjarët e tyre, po jo sigur ata që ndijnë shpirt veten. Sa do që ti mundos me ndoni dhimbje me dikan për mirë, po aje ndijnë ndryshe sepse aje ka të prekon direkt, kupton. Shustojmë një fjalë që ajo çka boron ose shihet me sytë e zemrës për një personit për personin e vet ose për familjarin e vet, nuk mund të shkete njëjtë edhe nga ona e jashtme, mirë po mundohemi, sa do pak mundohemi. Si ka shkuar, domethënë këtë organizimi i kësaj maratone? Mirë, nuk është keq edhe pse ekzistojnë shpesh jo vetëm në maraton, por shumë organizime ndryshme ka rrugës fenesa. Mund të pasën dikun mirë, dikun atë ndoshta jo kënaqësi ose nuk e pret ose diçka që nuk e ke pritun del pa pritme ose çka e pret del këtë ndryshe, mirë po me marrë në tërësi është dalë mirë shumë, jemi në përfundim me sipër, gjithatë vetëm jemi të përfundu gjonat dhe çështjet në atë aspektin administrativ, po edhe në aspektin logjistik, do me produkte, me këto që kemi të grumbullu, që shtregova edhe më herët, jemi të e bo planin operativ dhe që shme zhvillu që atë ditë. Gjithashtu edhe do të kemi autoambulancë ato që do të vinë edhe prej Forcës Sigurisë Kosovës, po edhe prej Komunës Prishtinës, gjithashtu do të ketë pjesëtar Policisë Kosovës, pjesëtar Forcës Sigurisë, ata do të vinë edhe tenë, do të kemi karrika, tavolina, do të vinë dikush ndoshta do të ketë kompani të ndryshme që do të vinë ndoshta edhe gjona produkte për fëmijë, me udhëru që ditë aty që sheh respekti këto, edhe kështu që do të jetë çdo gjë në rregull. Pra keni pa mbështetje institucionale? Po, kemi pasën prej nivelit komunal, po kemi mbështetje çdo vit, edhe kështu që edhe këtë vit do të kemi prapë mbështetje komunale, sikur çdo vit tjetër, sepse gjithmonë na u kanë gjinë në afër, po edhe në aspektin qendror ne kemi kërku, dikun nuk kam përkrahur, domethënë dikun ka pas raste që s'kemi gjetur përkraje, mirë po sëtë që gjithna prapë i falenderojmë, edhe prej se prapë në tarmën përkraj, sepse nuk do të thotë që këtë vit nuk e posit mos kesh vitin e ardhshëm, kështu që urojmë që edhe vitet tjera të jemi zbashku, sepse gjithë kemi në qëllim një kauz edhe një rrugë, tash të kur kjo realiteti kësaj jetë ose këtyre aktiviteteve ndryshme të cilat mohon në Kosovë. Jo vetëm prej meje, por ka shumë organizata që mohon aktivitete ndryshme që lidhen me persona me nevoja të veçantë, me nevoja ndryshe, se ne thënë të veçantë apo ndryshe, se kur është e veçantë ja kufizon, ose me persona tjera ose të prekun prej gjonave të ndryshme ose që ka dhe të dhunë ose këto që i kemi në Kosovë, gjithmonë jetën përmendon, gjithë cili mundohet me bën ato vetëm përpjekjen për diçka më mirë, edhe kështu që gjithë mundohemi me ju ofru njëri tjetrit të paktën vetëm me qenë prezenca jonë, shpesh ndoshta prezenca jonë edhe mallson atë në atë aktivitet ose jep me kuptuar se qytetarët janë mbështetje të këtij aktiviteti, cili do të qoftë që është të mirën e komunitetit ose komunitetit tërësi. Edhe kështu që na gjithmonë mundohemi me bëj bashkë diçka iniciativa të tilla. Tash nëse mos më kanë përkrahur këtë vete, kanë përkrahur një shoqat tjetër ose një kompani tjetër ose një klub ose një diçka, unë prapë nina mirë pse se të paktën e di që ato gjona ose ai aktivitet ose ato burime që kanë rrjedhur nga ai aktivitet ka shkuar në vendin e duhur për ata persona
për shoqëri marginalizuar se për një kauz që është shumë e mirë për vendin tonë, për fëmijët tonë, për jetën tonë, për shoqërinë tonë, vllazërit, motrat tona, për gjithë kënd do qoftë. Kështu që ne edhe i gëzohemi kësaj. Pavarësisht asaj që do sa kim për kraja ju, këtë vit s'kem, vitin e kaluar kemi pas, vitin tjetër do sa do të kem, apo prapë do të kem, nuk është e pak fare që janë pesë, sigurisht zotit kemi edhe njerëz të vullnetit mirë, si gjithmonë jetën për na qendrojnë afër me sa të pak, unë tregova edhe më herët, kemi pasur shumë kompani këto, mirë po nuk do të thotë se gjithë kanë përkrahur në aspektin material, po ka prej tyre që kanë përkrahur produkte të ndryshme, që ato do sjellin atë edhe në maraton, do të jenë aty, do të kemi punon pjesë sa për këtë pije, do të kemi pije launche ndryshme që kanë për disa kompani të ndryshme. Pastaj do të kemi edhe majica, do të kemi edhe diçka tjetër, do të kemi edhe pjesë për fëmijë, do të vinë aty me dhurue, do të kemi lodra, rroba që do t'i marrim që kanë dhuruar kompanitë ndryshme, edhe i marrim i dërgojmë të hanë, të martën për spitale. Kështu që gjitha janë ato që kemi kompletuar, po çka është më e rëndësishme është që dillen më bëj gjithë bashkë me promovu një aktivitet të tillë, mu sensibilizojmë njëri tjetrin për një kaos mirë, për një qëllim të mirë, sikur një les ose një pemë që ka degë të e për spërndame, mi po prapë se prapë janë mbranda një trungo.